Një sëmundje e shpejti mori jetën veprimtarit të çështjes kombëtare Rahim Aslanit, humbje e cila pikëlloi jo vetëm familjarët e të afërmit e tij, por të gjithë popullatën e rrethit tonë dhe miqtë e shumtë që ai kishte nga shumë dreva shqipfolse. Një sëmundje e shpejt do t'i merrte jetën para kohe Rahim Aslanit, veprimtari i cili gjatë jetës së tij ka strehuar shumë ushtar të çështjes kombëtare. Ka qenë gjithnjë i gatshëm për të sakrifikuar veten për avancim të çështjes sonë. Dëshmi të cilën e argumentoi me pjesëmarrjen e tij direkte në luftën e 2001-shit. Ai përveç se ishte një prindër i devotshëm, ishte një shok e mik i veçantë për të gjithë ato që e njohën. Rahim Aslani u karakterizua nga bujaria, modestia, ishte fjalë pak por punëtore veprimtar i palodhur. Do të ishin veçoritë tjera të këtij atletari i cili veprimtarinë e tij e filloi herët që në kohën e ilegales, si bashkëpunëtor i afërt i dëshmorit Beqir Limani dhe veprimtari tjetër Musa Demirit, Haxhi Babës. Bashkëveprimtari i tyre Adem Karaga në shenjë nderimi dhe përkujtimi lexoi një referat kushtuar jetës dhe veprës së tij. I nderuar mik, bashkëluftar, bashkëveprimtar, njeri i sfidave, i guximit, i fjalës dhe besës. Me dhimbje dhe hidhërim morëm lajmin se pushoi së rrakur i zemra jote e madhe. Sot, ne miq tu, jemi këtu për të dhënë lamtumirën e fundit. Sepse që sot e tutje, miku jon i shtrenjtë, do të pushosh i qetë në përjetësinë tënde. Përjetësi të cilën ti e fitove që në vitet e hershme të revolucionit mbar shqiptar. Që atëherë kur hapet derën e shtëpisë dhe zemrën për lajmëtarët e lirisë. Ti gjithmonë do të mbahesh mend si njeri që kurrë nuk i hape rrugë të keqes, karshi të mirës. Si njeri i cili gjithmonë ditët të jesh në krah të tyre që bëjnë historinë. Madje edhe në pranverën e madhe të vitit 2001, duke deponuar edhe trupin si mburoje e atë dheut. Ne kurrë nuk e kemi menduar dhe nuk e kemi pritur se do të ndahemi kaq shpejt. Sepse ti ishe ende i ri për të jetuar, por ja, rruga jote mbaroi këtu. Rrugë të cilën e bëre me nder kërshimiqve dhe atë dheut. Miku ynë i shtrenjtë. Ti do të mbahesh mend si njeri që kurrë nuk u ndale hapërimin drejt obligimeve kombëtare. Ti kurrë, asnjëherë, në asnjë çast, në asnjë moment nuk u ndale. Por se përdit, me forca dhe energji të reja flisje për bërjen e atë dheut. Ndaj, pushoj i qetë miku ynë, sepse ne tani kemi burimin, i cili do të na kujtoj hemin ton të shtrenjtë. Të qoftë i lehtë dheu. Lavdi veprës tate. Duke u lutur që shpirti i tij të prehet në paqë, redaksia e televizionit Gura shpreh ngushëllime të sinqerta familjes të afërmëve dhe miqve të tij, lavdi jetës dhe veprës së tij.